Horoskopi për ditën e mërkur 22 korrik 2026. Dashi. Në këtë ditë, dielli hyn në shenjën e Luanit. Ai ndes ndjenjat dhe të jep një dëshirë të madhe për të ndarë çdo moment me njeriun e zemrës. Dita e sotme të sjell një dëshirë për të ndryshuar gjërat dhe për të rigjallëruar disa pasione të vjetra. Nëse je vetëm, ky muaj do të jetë plot me mundësi për njohje dhe takime romantike, si dhe flirte të këndshme. Në punë, do të ndjesh se ke më shumë liri dhe më pak pengesa për të shprehur aftësitë dhe talentin tënd. Është koha të tregosh se çfarë vlen dhe të marrësh iniciativat e tua. Për sa i përket anës shëndetësore, do të ndihesh i gjallë dhe plot jetë. Do të duket sikur të ka ardhur një energji e shtuar që do të ndihmojë të kalosh të gjitha lodhjet. Ngjyra me fat është bezh, koha me fat është 11 deri në 12:20. Këshilla e ditës: shfrytzoje këtë valë vetbesimi për të shfaqur vlerat e tua pa patur frikë nga gjykimi i të tjerëve. Demi. Për ju Demi, kjo ditë është mjaft e mirë për të gjetur disa ide gjeniale, të cilat kërkon t'i zbatosh shumë shpejt. Në anën sentimentale, fokusi yt do të zhvendoset tek jeta private dhe familja. Këtë muaj do të kërkosh më shumë ngrohtësi, dashuri, qetësi dhe rehati në ambientin familjar, duke forcuar lidhjet me njerëzit e dashur. Në punë, je duke kërkuar disa mënyra të zgjuara për të sjellë ndryshime ekonomike, pa rrezikuar stabilitetin tënd. Është një moment i mirë që të përmirësosh marrëdhëniet me kolegët. Situata me anën financiare duket premtuese. Ke shanse të mira që të përmirësosh të ardhurat ose të bësh investime të mençura për shtëpinë. Shëndeti kërkon pak më shumë vëmendje. Duhet të shkëputesh pak nga stresi i përditshëm për të rikarikuar bateritë. Ngjyra me fat e gjelbër ulliri. Koha me fat është ora 4 deri në 7 pasdite. Këshilla e ditës: kushtoj vetes kohë si dhe ambientit të shtëpisë. Aty do të gjesh qetësi. Binjakët. Të dashur binjak, kjo ditë është ideale për të hapur dhe për të zgjidhur keqkuptimet. Duhet të flasësh me atë person me të cilin ke hatërmbetje. Në dashuri, do të komunikosh më shumë. Mërkuri mbyll përpavijen e tij dhe mund të ketë ende ndonjë ngatarresë të vogël, por me mbylljen e retrogradës gjërat do të shkojnë drejt përmirësimit. Në punë, kurreshtja do të shtyjë të mësosh gjëra të reja dhe të fitosh aftësi që do të hyjnë në punë shumë shpejt. Do të jesh shumë aktiv dhe me lëvizje të vazhdueshme. Për sa u përket parave, kujdesu për shpenzimet e përditshme, shmang blerjet e nxituara derisa të sqarohen plotësisht disa çështje dokumentesh. Ana shëndetësore. Shëndeti është i mirë, por mendja jote punon me xhiro të larta. Prandaj, mundohu që të gjesh pak kohë për t'u qetësuar. Ngjyra me fat e verdhë. Koha me fat është paradite. Këshilla e ditës: flisni me njerëzit për ato që ju shqetësojnë. Ndarja e mendimeve do t'ju çlirojë nga stresi. Kalojmë tek shenja e gaforrës. E dashur gaforra, sot është një ditë e mirë që të bashkëpunosh me të tjerët. Idetë e tua janë të mirëpritura. Dielli po hyn në shenjën e Luanit dhe po largohet nga shenja juaj. Dhe kjo periudhë do t'ju ofrojë stabilitet dhe siguri. Pas një muaji intensiv ku vëmendja ishte ti, tani qëndron dëshira për të ndërtuar diçka të madhe dhe të qëndrueshme me partnerin që ke në krah. Puna po hyn në një fazë
ku ti do të vlerësohesh më realisht për aftësitë dhe mundësitë e tua që ke. Do të hedhësh hapa të sigurt drejt diçkaje që dëshiron. Financat këtë muaj janë në qendër të vëmendjes. Ndaj dhe sot, dielli në Luan do të motivojë të marrësh në dorë kontrollin e buxhetit dhe të organizosh më mirë të ardhurat. Shëndeti është i qëndrueshëm. Merru me aktivitete që të mbajnë në këmbë në tokë dhe të falin qetësi. Ngjyra me fat është argjend. Koha me fat është pasdite. Këshilla e ditës. Bëj një bilanc të gjërave që ke dhe vlerësoje vete për gjithçka të cilët i ke arritur deri tani. Luani. Gëzuar ditëlindjen i dashur Luan. Dielli po hyn në shenjën tënde dhe ti je zyrtarisht në qendër të vëmendjes këtë muaj. Në dashuri, një person i rëndësishëm apo partneri do të mbështesë në mënyrë maksimale në qëllimet e tua. Ai të fal siguri emocionale. Ndërsa në punë, ky është një moment që ti je gati për të shkëlqyer, për të nisur një projekt të ri apo për të marrë në dorë drejtimin e gjërave. Njerëzit do të vënë në re më shumë se herët e tjera. Ana financiare. Vetbesimi yt i shtuar do të ndihmojë të tërhiqësh nga disa mundësi të reja fitimi, por kujdes, mos u bëj shumë dorëlëshuar. Shëndeti ndodhet në anën e tij më të mirë pas një periudhe izolimi dhe reflektimi. Ti tani ndihesh i rilindur dhe plot me energji. Ngjyra me fat portokalli. Koha me fat është paradite. Këshilla e ditës. Është koha për një fillim të ri. Dil dhe tregoj botës se kush je pa asnjë hezitim. Dhe tani Virgjëresha. E dashur Virgjëresh, sot je përqendruar shumë tek biznesi dhe gjërat praktike. Do të mendosh jashtë atyre kornizave të ditës dhe kjo do të nxjerrë triumfuese. Në dashuri, po hyn në një fazë më të tërhequr. Do të kesh nevojën për privatësi dhe reflektim mbi gjithçka që ka ndodhur në jetën tënde sentimentale gjatë vitit të kaluar. Në punë, janë duke u krijuar disa kushte më të mira dhe mundësi për përparim. Por dielli hyn në shtëpinë tënde të 12 të sugjeron që të punosh më shumë në prapavi, në prapasken. Financat, bëj pak kujdes dhe maturim. Përdore këtë kohë që të mbyllësh disa llogari të vjetra dhe të planifikosh të ardhmen. Shëndeti absolutisht duhet pushim. Energjia e kësaj kohe të bën që ti të kërkosh forcë, të mbledhësh forcat dhe të mos e ngarkosh veten me shumë punë. Ngjyra me fat është e purpurt. Koha me fat është 18 deri në 20:30. Këshilla e ditës. Kushtoj vetes kohë për të shlodhur dhe largoji nga jeta jote situatat që nuk të shërbejnë më. Peshorja. E dashur peshore, ti kërkon të lidhesh me të tjerët, si në aspektin romantik ashtu dhe atë krijues. Sot do të jetë shumë e lehtë që t'i arrish. Në dashuri, do të jesh i hapur për të ndarë ndjenjat dhe kjo do të sjellë disa momente shumë të bukura. Në punë, dielli në Luan do t'ju sjellë një energji të re, e cila fokusohet tek projektet në grup. Bashkëpunimi me kolegët, miqt do të jetë një burim suksesi për ty në javët në vazhdim. Ana financiare duket shpresdhënëse, sidomos nëse idetë e tua gjejnë mbështetjen e njerëzve që ndajnë të njëjtat vizione me ty. Shëndeti yt do të përfitojë shumë nga rrjetet sociale, ngjarjet dhe bisedat me njerëz të dashur, të cilët do të largojnë pak nga stresi. Ngjyra me fat është blua e qiellit. Koha me fat
është mesdi, këshilla e ditës. Ndaje vizionin tënd me të tjerët dhe mos kërko ti bësh gjërat vetëm, por mbështetu dhe tek miqt e tu. Akrepi, i dashur akrep, sot do të ndjesh një çlirim të madh në jetën tënde personale. Në fakt të lind një dëshirë që të bësh paqe me dikë. Në dashuri, marrëdhëniet familjare apo edhe ato intime përmirësojnë ndjeshëm nga një mënyrë e re e të komunikuarit. Në punë, je duke hyrë në një nga fazat më të rëndësishme të vitit. Dielli në Luan vendos ambicet e tua në plan të parë. Është koha të marrësh përgjegjësitë e tua dhe të ecësh lart, të arrish majet. Dhe këtë do ta bësh me lehtësi. Tjerët janë duke të dëgjuar. Financat e tua mund të pësojnë një rritje fal ngritjes në detyrë ose vlerësimit të punës tuaj. Shëndeti është i mirë, por përballimi sfidave të reja kërkon që të menaxhosh mirë aftësitë e tua dhe të mos nxitosh. Ngjyra me fat është e kuqe. Koha me fat është në mëngjes. Këshilla e ditës, merr përsipër udhëheqjen e jetës tënde dhe mos u trem nga përgjegjësitë që jeta të sjell. Shigjetari, i dashur shigjetar, ti kërkon të jesh i lirë në marrëdhëniet e tua dhe kjo të vjen natyrshëm. Kështu që ti do të ndihesh shkëlqyer në këtë ditë. Në dashuri, do të kërkosh përvoja të pasura, kuptim plota dhe larg rutinës monotone. Dielli në Luan në sektorin e punës ndes dëshirën për të eksploruar fusha të reja, për të studiuar dhe për të zgjeruar njohuritë e tua. Është një moment ideal për të parë përtej asaj që bën çdo ditë. Për sa i përket anës financiare, mund të kesh shpenzime të cilat mund të lidhen me ndonjë udhëtim apo me diçka që ti e sheh si investim. Shëndeti juaj është mjaft i mirë. Të karakterizon optimizmi dhe kurreshtja jote, të cilët të mbajnë në formë të shkëlqyer fizike dhe mendore. Ngjyra me fat është e kaltër, koha me fat është 17 deri në 19:30. Këshilla e ditës. Largohu nga rutina e përditshme dhe guxo të mësosh apo të provosh gjëra të reja. Britësjapi. Për ju britësjap sot, dita të fton të fokusohesh tek gjërat pozitive dhe mbështetja që mund të marrësh nga njerëzit që ke pranë. Në dashuri, dielli po hyn në sektorin tënd të intimitetit, duke zgjuar një dëshirë të fortë që ti të ndihesh i lidhur thellësisht emocionalisht. Kërkon të lidhesh më shumë me partnerin dhe nëpërmjet bisedave. Sektori i punës do të jetë i përqendruar. Ti do të investosh energjitë në këtë sektor në projekte që kërkojnë disa detaje. Financat janë në një pikë kthese. Ke mundësi për të marrë një lajm të mirë që ka të bëjë ndoshta me një bonus, me një trashëgimi apo një menaxhim parash me një partner. Ana shëndetësore. Ky muaj është ideal për të përballur me frikrat e tua të brendshme dhe për të transformuar shpirtin tënd. Ngjyrat me fat janë kafja. Koha me fat është 13 deri në 15. Këshilla e ditës. I dashur britësjap, qëndroj sinqert me veten dhe ndryshimet e brendshme do të sjellin sukses jashtëteje. Ujori. I dashur ujor, sot është një ditë për të nxjerrë në pa atë fëmijën tënd të brendshëm dhe për të shijuar momente me kreativitet. Ana sentimentale.
Dielli vendosur përballë shenjës tënde nis një muaj të dedikuar marrëdhënieve në çift. Do të mësosh të shohësh gjërat nga një këndvështrim tjetër dhe të gjesh më shumë harmoni. Në punë, projektet krijuese apo bashkëpunimet me të tjerët do të marrin një hov të ri. Do të kërkosh të negociosh me të tjerët dhe kjo do të jetë në favorin tënd. Financat do të varen shumë nga marrëveshjet që do të bësh me të tjerët, ndaj bëhu diplomat. Shëndeti do të jetë i mirë nëse arrin të çlirohesh nga shqetësimet dhe presionet që ke patur ditëve të fundit. Ngjyra me fat është jeshile, koha me fat është 18 deri 20:30. Këshilla e ditës: kushtoj vëmendje nevojave të të tjerëve dhe mos haro të ruash ekuilibrin dhe harmoninë tënde. Pishqit. Për ju pesh, një energji e madhe po vjen në çështjet personale, duke të dhënë ndjesinë se po te kalon pengesat. Ana dashurore, përmirësimi i jetës shtëpiake do të sjellë më shumë vetbesim dhe stabilitet me partnerin. Sektori i punës. Dielli në Luan ndriçon sektorin tënd të rutinës dhe detyrave të përditshme. Do të ndihesh mjaft i zënë duke vendosur rregull në punët e tua dhe duke u marrë me çështje konkrete. Për sa i përket financave, organizimi i mirë do të ndihmojë të shmangësh shpenzime të kota dhe të tepërta. Menaxhoje mirë buxhetin. Shëndeti është në qendër të vëmendjes këtë muaj. Është koha e duhur për të kujdesur për veten përmes një diete të mirë dhe aktivitetit fizik. Ngjyra me fat e bardhë. Koha me fat është 10:40 deri 12:50. Këshilla e ditës: përqendrohu tek vetëpërmirësimi dhe vendos rregulla në rutinat e përditshmërisë. Ju urojmë të gjithëve një ditë sa më të mbar.